Personi që projektoi këtë impjant për djegjen e mbeturinave është vërtet një gjeni. Fillimisht, kamionët e plerave transportojnë mbeturina shtëpiake nga qyteti drejt impjantit të djegjes. Më pas, buldozerët i shtyjnë mbeturinat në zonat të caktuara. Një proces që lejon që lagështia në mbeturina të avullojë natyrshëm. Pasi hiqet pjesa më e madhe e lagështisë, pajisjet mekanike i kalojnë mbeturinat në fazën tjetër. Pastaj, mbeturinat transportohen përmes një sistemi shiritash drejt një mjedisi me temperaturë shumë të lartë, mbi 900 gradë Celsius, për të djegur. Nxehtësia e madhe që prodhohet gjatë djegjes mblidhet përmes një rrjeti tubacionesh dhe shndërrohet në energji të përdorshme, e cila përdoret për të vënë në punë turbinat gjeneruese dhe për të prodhuar energji elektrike. Më pas, kjo energji futet në rrjet përmes transformatorëve. Sigurisht, djegja e mbeturinave prodhon gazra shkarkimi, por këta gazra kalojnë në trajtime kimike të specializuara për të pastruar dhe neutralizuar në mënyrë efektive. Edhe më zgjuar se kaq, nxehtësia e tepërt që prodhohet gjatë djegjes nuk shkon dëm. Ajo shpërndahet në shtëpitë e banorëve në të gjithë qytetin për ngrohje qendrore.